Po çtu kena munalo çpak tash. Po. Ditën e gjykimit e kena librin me veprat tona. Allah do të na falë inshallah. Shife tash. Edhe nuk do të na turprojnë atë aspektin këtë bota me ditë çfarë të çia kena varët. Tash këtu është shumë e rëndësishme në këtë moment më undal edhe me i bën analizë këtij momentit. Allahu ka më mëshiru dikën. Allahu ka më afshi gjuna dikujt. Për librit. Ama edhe ka më turpnu dikën. Që s'është mohabeti Allahu ka më na mëshiru. Absolutisht. Po dikën ka më mëshiru, dikën ka më afshi gjuna që ka bërë dhe s'ka më gjetë në regjistër, ama dikën edhe ka më turpnu. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në ditën e llogarisë, pas ringjalljes, secili tradhtar, fjala tradhti është e madhe, pe atij që tradhton fen, e tradhton kombin, e tradhton domethënë detyrën, secili tradhtar, tradhtia të mëdha që thotë, do i vendoset një flamur në vithet e tija, edhe ka më shkujt, kjo është domethënë ndëshkimi i tradhtisë. E ky ka mu turpnu, domethënë para njerëzve. Për shembull, ato tradhtinë e tij e kanë ditë për shembull 500 veta, 1000 veta, 5000 veta, 10000 veta, 1 milion, 2 milion njerëz. Aty dhe morë vesh këtë krijesat, miliarda njerëz kanë më marrë, që kjo është kontradktari. Tash kjo është proponic. Po, kjo është për ta poshtru. Për ta poshtru. Me flamur proponic. Ka tradhtu, do thotë një amanet. Shumë konkretari i shtetit vet, edhe ka bëu marrëveshje me shtetin armiqësor, edhe ka dorëzuar në vet atij për shembull. Po. Ose ka pas amanet fen. Edhe ka tradhtu amanetin e fesë, me sa i me pra fen, ka luftu, ka punu kundër fesë. Është moment shumë, edhe shumë i ndihshëm edhe shumë serioz. Tash secili prej neve që ka përgjegjësi, çfarë lloj përgjegjësie? Nëse nuk është i sinqert edhe i përgatitur për atë përgjegjësi, ka me dhënë llogari. Nëse ai e ka dëmtu përgjegjësinë e vet me vetdije, tash po flas pa vetdije. Në qartë. Me vetdije dhe me qëllim. Për shembull ti e dëmton shtetin tan, interesin kombëtar tonin, interesin e fesë tonë e dëmton ti qëllimisht. Tu e di se kjo e dëmton shtetin tan, kombin tan, fen ton dhe ti vazhdon me bëu atë vepër në vazhdimsi. Ti shpallësh tradhtar të Allahut i Madhreshëm dhe nëse ti shpëton me fuqitë e inteligjencës, e shërbimeve, me mbuluat tradhti tone, të Allah nuk shpëton. Se na kemi situata sot fatkeqësisht në botën politikës konkretisht të figurave të mëdha botnore që punojnë në dam të interesave të fesë të tyre, në dam të interesave të shtetit të tyre, në dam të interesave të kombeve të tyre. Plot. Pas po flas vetëm për neve shqiptar, flas për botën përgjithësi. Ka plot pushtetar të shteteve të ndryshme në botë që ata fshehu razi punojnë kundër interesave të fesë të tyre, kombit të tyre, shtetit të tyre. Dhe ju dheqin ato shtete, domethënë. Edhe normalisht këtë ajo që ndodh, ajo tradhti ndodh underground që quhet në tokë, a mediatikisht do thot ata si herbasteve që i kanë fallxhorët dhe magjistratëve që i kanë këta pushtetar, i paraqen si heroj, kombëtarë, si shpëtimtarë kështu më radh. Edhe këta të dehur me këtë pushtet që kanë dhe dominancë, mendojnë se e njëjta ka me vazhdu edhe mas vdekjes. Jo. Edhe sot për shembull në debatin që bëhet te na shqiptarët, koha e Jugosllavisë, koha e komunizmit, kush ishte bashkëpunëtori i UDBA-s, kush ishte tradhtar, kush ishte kombëtar, kush ishte patriot, kush ishte heroj, kush ishte dëshmor i kombit, janë bolamsh. Megjithëse alhamdulillah shumica e gjëra janë të qarta, por për disa figura ka shumë shpekulime. Te Allahu këtë kanë me dalë qartë azi. Sepse gjithçka regjistrohet. Ditën e llogarisë. Këtë kanë me dalë, do thotë në mënyrë brillante e qartë. Andaj ke mohabeti i turpnimit, tradhtarët nuk mëshirohen, tradhtarët nuk falen, tradhtarët turpnohen aty para gjithë botës. Ajo botë në atë kohë është miliarda njerëz. Dikën Allahu e fal dhe mëshiron për shkak të veprave të mira që i ka më shumë se sa të këqijat. Edhe kur e vendos peshore regjistrin e veprave të tija, derisa regjistri i veprave të mira është më i rëndë se i veprave të këqija dhe e mëshiron. Edhe ka një gjë që unë mendoj se është shumë më rëndësishme me e kuptu, Allahu atë mundësi neve na ka dhënë sa jemi gjallë pa vdek, që tobe dhe istighfari, pendimi tek Allahu, kthimi tek Ai dhe kërkimi i faljes prej Tij për gabimet tona që i bëjmë, sidomos kërkimi i afwit të Zotit. Afwi është më e madhe se sa
do thot gafara ose gufrani. Në gjuhën arabe af edhe gufran janë dy terme që përdoren për faljet mëkateve. Na themi kërkojmë faljet e Allahu për mëkatet tona, astaghfirullah. Astaghfirullah. Dhe themi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot ti je falsi, e do të falim fal mua ose na fal neve. Namaz natën e Tash, katërt. mes afuit edhe gufranit, cili është dallimi, ulemat e kanë sqaruar shumë bukur, edhe kjo është ajo që është shumë e rëndësishme për momentin e punës regjistrimit. Se Allahu t'i fal gjunahat, po ngelen të regjistrume si vepra që i ke bëu ti dhe ti ka fal Allahu. Kjo është sukses, sepse po i fundit nuk kemi dhënë llogari për to, ama kemi u turpnu ti për vetes tone. Para Allahut, po. Po, edhe kemi pa se sa i mëshirshëm Allahu është ndaj teje. E ke bon, ke kërku falje, ta ka fal. Ama gjuna i metit i evidentuam si gjuna i falun. E Sikur qartë. se e puna regjistrit të borxhlive. Do ti e ki emrin edhe e ki me vi të fshime, do ti ki lau borxhin. Ama është emri atë. Do ti je për borxhlive, po që ke lau borxhin. Se për shembull zakonisht te regjistri i dyqanxhiut, të cili frekuentojnë për shembull 500 familje, e ka 50 emrat borxhli, edhe për tyve 50-ve 30 i kanë lau borxhet, 20 janë pa fshi, Allah si kanë lau borxhet. Ama edhe 450 tjerë si janë hiç aty të figuruar, se kur e marrin mallin e paguajnë më një herë. E tash dikush thotë unë jam aty po ha pse më ka fshimu, po ti jeti te regjistri pozitive. Edhe kategoria tjetër e afwit, ajo është më e madhe dhe kjo është ajo që na vazhdimisht e lutim Allahun el afwa wal muafat, që kanë thonë ulemaja për lutjeve më të mira që i bën besimtarit e Allahu xhalal, o Zot jepëm falje, amnesti totale edhe jepëm shëndet. Kjo është, si thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, për lutjeve më të mira dhe më të mëdha, e kërkoj për Allahut falje, më jo falje me të metë regjistrimi veç me tu fal mëkati, për falje e cila nënkupton edhe fshirjen e gjithë atij mëkati që ti e ke bërë. Sigur mos më pas bë. Po, domethënë vakisht në regjistrin e veprave tuaja, aty ku shënohen gjunat tuaja, kur lipi Allahut afu, domethënë Allahu jo vetëm me ta fal, po edhe me fshi shënimin e gjunait tan. Që ajo mos me figuru hiç kur shkosh te Allahu xhalal. Si është lutja konkretisht për shikuesit? Janë dy lutje, e para ajo që zakonisht na e kallzojnë hoxhallarët në xhamiat tona kur në 10 e fundit të Ramazanit kur e kërkojmë në natën e Kadrit, me thonë atë që ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot je falës, amnestues, e don faljen, më fal mua me amnesti totale, domethënë mos më mbet gjurmë pe gjunajt tem, ose Allahumma inni as'aluka al-afwa wal mu'afata. O Allah, kërkoj për te faljen, amnestin dhe shëndetin, apo jetën të shëndetshme, domethënë varësisht se e kanë për këtë dietar. Këtë lutje ta përdorim shpesh. Ama edhe një sendu me ashtu të puna lutja, se lutja nuk është formalitet. E qartë, po. Domethënë ajo është ndjenjë, shpirtërore që na duhet me ndjej nevojën e madhe që kena për të na fal Allah mëkatet dhe për të fshi gjithë atë veprim që na kemi bërë, mos ta shohim në regjistrin e veprave tona deri ku dalim për Allah, që mos turpnohemi na për Allahut madhëshëm. I për shembull i menoj mëkatet e mia, të mëdha të vogla, edhe e tham këtë lutje, me ndjenjë, o Allah, mos më turpron ditën e gjykimit, fshinje këtë pastroj, o Allah. Zaton për lutjeve të mëngjesit e mbrëmjes, si zakonisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bë, ka qenë edhe kjo, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal mu'afat, ose Allahumma sur awratana wa amir ru'atana, o Zot më mbulo turpet e mia. Kretë kjo të më dhënë thjesht për shkak se ky besimtar me e zgjut tek ai vetdijen se na këtë kena me dalë para Allahut dhe këtë kena me dhënë llogari para ti, dhe se para ti nuk ka mundësi mu fsheh asgjë